Dy automjete janë përfshirë nga flakët në orët e para të mëngjesit në zonën e Skelës. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 1 pas mesnatës, kur banorët e lagjes kanë konstatuar zjarrin në një automjet tip Forstrade Mercedes, i cili kishte marrë flak në pjesën e përparme në zonën e motorit. Sipas informacioneve paraprake, flakët janë përhapur me shpejtësi dhe kanë përfshirë dhe një automjet tjetër tip BMW, i cili ndodhej i parkuar pranë mjetit. Menjëherë pas njoftimit, në vend ngjarje kanë bërritur shërbimet zjarfikse të cilat kanë bërë të mundur shuarjen e flakëve. Megjithatë, të dy mjetet kanë pësuar dëme të konsiderueshme materiale. Në vend ngjarje kanë mbërritur dhe policia, e cila ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqjet e zjarrit. Fatmirësisht nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa hetimet vijojnë të përcaktojnë nëse bëhet fjalë për zjarr aksidental apo të qëllimshëm.